Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me banorët në Lukov. Në fjalën e tij Gjiknuri theksoi se rikthehet në Lukov me të cilën e lidhin shumë gjëra. Kemi bërë punë shumë të mira së bashku, por kemi edhe shumë për të bërë. Zhvillimi i mëtejshëm i Lukovës do të vijojë vetëm me Partinë Socialiste. Është një tren i nisur, jemi në stacionin e fundit, që punët e mira të vazhdojnë, duhet mbështetur Partia Socialiste dhe Edi Rama. Gjiknuri theksoi se ardhmja e Lukovës është vetëm me Partinë Socialiste, pasi sipas tij Partia Socialiste është garanci për rrugën e mirë që kemi nisur dhe që ndihet edhe në këtë fshat. Është zona me cilët më lidh shumë gjëra dhe kam bërë shumë projekte dhe plane që një pjesë i realizuan për aq kohë sa ishim së bashku në drejtimin politik të qarkut Vlorë. Partia është e para. Unë kërkoj votën si përfaqësues i Partisë Socialiste, si deputeti juaj, por dua që të marr mbështetjen maksimale nga ju. Për Partinë Socialiste ka shumë arsye edhe këtu në Lukov për të votuar për të, për programin e saj dhe për gjërat që do bëjmë së bashku. Është një tren i nisur. Jemi në stacionin e fundit dhe 4 vjet ne kemi të gjitha shanset të bëhemi antar i BE-s. Që punët e mira bashkit ecin, duhet dhe mbështetja për Partinë Socialiste dhe natyrisht Edi Rama si kryeministër që e ka marrë përsipër këtë gjë. E ardhmja e kësaj bashkie është patjetër me Partinë Socialiste dhe me këtë qeveri. Dhe unë jam një nga ata që do të jem njeriu juaj dhe do jap kontributin tim. Unë do të jem si ajo era që shty anijen me vela drejt destinacionit së bashku me Vangelin. Ju duhet një përfaqësues politik me qëllim që të mbështesi të gjitha ato probleme që ne kemi. Do doja mbështetjen e qytetarëve bashkisë i marr, sidomos dhe të krajinës suaj. Zotin Damian, kandidati që na prezantohet, e njohëm në historinë politike, administrative, në Shqipëri dhe në qark. Unë personalisht kam bindje se këtë punë e ti ta bësh mirë. E duke ditur ta bësh mirë, bëj thirrje bashkëtarët të mi, ta votojmë që ta dalë këtë deputet. Për kandidaturën e tij, Gjiknuri pohoi se ka konsoliduar figurën e tij përmes punëve, duke i dhënë prova me punë konkrete, ndërsa kërkojnë mbështetjen përmes votës për të qenë përfaqësues i tyre. Banorët pohuan se Lukova ka mundësi të njojë investime në këtë mandat të katërt, vetëm me Partinë Socialiste, duke pohuar se ata vetë kanë zgjedhur deputetin e tyre Damian Gjiknuri.